Pas 26 vjetësh, ish pjesëtar të operacionit Shigjeta u mblodhen sërish bashk për ta kujtuar një prej sukseseve më të mëdha të ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Ish luftëtar nga Kosova, Maqedonia e Veriut e Kroacia vizituan kompleksin memorial në Landovic të Prizrenit për të bërë homazhe dhe nderuar luftëtarët që rënë gjatë atij operacioni. Në betejën 2 javore të Pashtrikut synoi hapja një rrugë të sigurt për kalim të armëve dhe njerëzve përmes kufirit Kosovë-Shqipëri. Tash se cilën ditë, po du me thonë, e shoh rëndësinë dhe madhështinë e atij operacioni, edhe efektin që e ka pas. Pra, e di që ka qenë njëri prej operacioneve që ja kemi jep grushtin e fundit, pra ushtrisë serbe okupatore. Bina Gashi, një prej shepërorëve të UÇK-s, operacionin Shigjeta e quan kryebetejë të ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Ka qenë një ndër operacionet më të suksesshëm të ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Pse e quaj më i suksesshëm sepse ka bashkëpunu me forcat e NATO-s. Forcat e NATO-s kanë qenë nga ajri, kurse pjesëtarët e ushtrisë çlirimtare të Kosovës kanë qenë nga toka. Edhe bashkërisht e kemi kry ashtu si është më së miri. Operacioni Shigjeta ka qenë sfidë e gjatë nga zona e Prizrenit pa deri atje te Gjakov, pra te Qafrushi, ka qenë pjesë e madhe ku u thej kufini shqiptar më në distancë shumë gjatë. Operacioni Shigjeta u zhvillua nga 26 maj deri me 10 qershor të vitit 1999. Shigjeta kishte 3 drejtime taktike: Kosharja, Pashtriku dhe Koretniku. Ai shtrihej përgjatë vijës kufitare nga Kosharja në Koretnik.